Të nderuar qytetarë të Tiranës, të gjithë shqiptarët të Riolit, të Zvërnecit, të Nartës, të gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe jashtë vendit. Kjo protest është një moment historik në Shqipëri. Ne po ndryshojmë mënyrën e të qeverisë. Ne po ndryshojmë, ne po kërkojmë një shtet të drejtë, ligjor dhe të barabartë për të gjithë. Zvërneci ishte pika e ujit e cila u shikot. Por Edi Rama kërkon ta devijojë atë, duke trajtuar s'ka projekt, do respektohet mjedisi. Jo, Edi Rama ka shkatëruar të gjithë Shqipërinë. Unë mund t'i kujtoj vetëm disa projekte. Aeroporti i Kukësit. Asnjë avion nuk ulet e ngrihet. Dhe koncesionari çdo muaj merr parat nga shteti shqiptar për pasagjerët e munguar. Porto Romano, a e mbani mend çfarë thoshte kryeministri, do bëhet baza e NATO-s. Nuk është as e NATO-s dhe as ka për të bërë porti i Shqipërisë, sepse është pas studi fizibiliteti në një vend që nuk mund të ngrihet port tregtar. Porti i Durrësit është krim shtetëror. Është krim shtetëror. Është porti i vetëm tregtar në Shqipëri, i cili mban lidhjet rajonale dhe ndërkombëtare, i cili favorizon pozicionin gjeografik të Shqipërisë, por Edi Rama tentoi ta kthente në një port turistik. Nuk do ta kthej dot. Nuk do ta kthej dot. Sepse armiqt që ai nuk i ka shpallur, po ja u themun janë NATO, BE dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për portin e Durrësit dhe për Porto Romano. Mund të vemi dhe më poshtë, mund të vemi në Palas, në Dhërmi, e keni parë çfarë ka ndodhur. Është tjetërsuar mjedisi, kapacitetet mbajtëse janë më të mëdha se vetë Bregdeti. Mund të vemi më poshtë në Lyon, e cila nga bazë detare u kthye një resort ose u projektua për një resort për oligarkët. Dhe në të gjitha këto projekte janë oligarkët, duke përfshirë Sazanin, Zvërnecin, apo dhe Pashalimanin, që janë hequr 80 hektar, janë lënë vetëm 14 hektar bazës. Pra, kemi të bëjmë me një kryeministër jo vetëm që vjet pasurinë publike, por është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Sot Porto Romano nuk është më porti NATO-s. Nuk ka asnjë shpresë, e di dhe Edi Rama. Tre heri ka dështuar tenderi, do t'i dështoj përsëri, por nuk e hap dot. Pse? Sepse në fakt, qeveria e Edi Ramës dhe Edi Rama janë jo vetëm të korruptuar, por ata janë të lidhur me oligarkë shqiptar dhe ndërkombëtar, njerëz në kërkim. Po bani më në Pashaliman, 80 hektarët i ka marrë një prestanome italian i cili është në hetim në Itali. Të gjitha kontratat e Ministrisë së Mbrojtjes, ja u ka hequr aleatëve tanë strategjik, ja ka dhënë një në kërkim, një flitet, nuk është izraelit, pashaportën ka izraelit, nuk është izraelit, është i kërkuar ndërkombëtar, është në korrupsion, në kërkim ose në hetim nga NATO. Pra, Edi Rama e di fundin e tij. Unë një gjë dua të them. Edi Rama nuk ikën vetë. Nuk ikën vetë. Ai e di fundin e tij. E di fundin e tij. Por qëndrueshmëria jon duhet të jetë shumë e madhe. Ne duhet të qëndrojmë deri në fund, derisa të ikim. Pse? Sepse kontrolli çdo lloj qeverie që të vijë duhet të kontrolloj dëmin që është shkaktuar doktrinën e 5 vjeç. Dhe dëmi shkaktuar, kontrolli dëmi shkaktuar fillon vetëm me një kusht, dorëheqja e Edi Ramës. Faleminderit. Roman
Sigurisht që këta janë mërzitur dhe këtë e keni shpjeguar me një thirrje që lindi këtë protest. Dhe ajo është ju erdhi funi! Ju erdhi funi! Ju erdhi fundi! Sigurisht që çdo njeri, çdo politikan i cili e din që po i vjen fundi, është i mërzitur dhe do dalë të tallet, të bërtas, të zgjedh me gazetar, me influencer, me të gjithë, sepse po i vjen fundi! Ne jemi këtu sot përsëri si çdo ditë tjetër për t'i thënë se të erdhi fundi! Bravo ti! Fjalën e ka Greta Afaj, një student i dhjetorit të 2018-s me cilin jam njohur që atëherë. Përshëndetje gjithëve. Ne jemi mbledhur këtu dhe jemi shumë e shohim njëri tjetrin, por unë kam vetëm një pyetje. E dini kush është dhe një nga arsyet kryesore se jemi mbledhur këtu? Sepse kemi 35 vite që neve vazhdojnë dhe na premtojnë të njëjtat gjëra. Vazhdojnë dhe na premtojnë rotacion politik. Vazhdojnë dhe na premtojnë zgjedhje të lira. Por në fakt, a ka ndodhur ndonjëherë kjo? Dhe çfarë ndërtuan këto? Ndërtuan një sistem hibrid, një sistem ku komunizëm nuk i quajmë, por ka të gjitha elementet e një komunizmi, ku demokraci nuk është, sepse janë jo vetëm elementet komuniste, por këto kanë dhe pushtetin, ka dhe ngurin dhe arrën dorë. Këto kanë çdo gjë e kanë vendor për të mbajtur pushtetin e tyre. Dhe di pse mbajnë këtë pushtet? Sepse këto kanë frikë të japin llogari. Kanë frikë që në momentin që mbaron ky tranzicion, kanë frikë që do japin llogari pranë organëve përkatëse. Dhe prandaj ne sot jemi këtu. Jemi për t'i dhënë fund këtij tranzicioni. Jemi që ne të garantojmë zgjedhje të lira, të garantojmë procese të lira, të garantojmë institucione ligjore, ku njerëzit, ku të gjithë ne, të kemi besim të drejtësia, të kemi besim të njëri tjetri. Prandaj, përveç se Rama ik, unë mendoj që duhet kemi dhe një thirrje tjetër. Një thirrje që ne të garantojmë që i gjithë ky proces të ketë një tranzicion të drejtë dhe të ndeshëm. Prandaj, ajo që neve, pjesë shtesë të kërkesave, duhet kemi një qeveri tranzitore, një qeveri që të garantojë të gjithë këto procesin. A jeni dakord që të kemi qeveri tranzitore? Qeveri tranzitore, qeveri tranzitore, qeveri tranzitore, qeveri tranzitore. Dhe një thirrje të fundit kam. Jemi mbledhur gjithë këtu. Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Berisha Burg. Dhe përveç kësaj vetëm një gjë, jemi mbledhur këtu, po mos harroni se të gjithë njerëzit që jemi ne këtu, jemi sepse kemi besim te njëri tjetri, sepse suportojmë njëri tjetrin, pavarësisht ndasive, mendësive, politike, filozofike, nuk ka rëndësi. Ne kemi vetëm një qëllim të vetëm, që është ikja e kësaj qeverie dhe është që ne të ndërtojmë një Shqipëri më të mirë dhe për veten. Shqipëri e re! 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 Për këtë protest e kanë marrë vesh gjithë, e kanë marrë vesh në Europë, në Amerikë, në Azi, kudo. A e dini ku nuk e kanë marrë vesh për këtë protest?
Kemi kaq kohë që i kërkojmë Bashkisë Tiranë që të lidhi një kapull që të marrim energji elektrike dhe nuk na japin. Është e turpshme se sot protestojmë për 10 ditë me generator sepse këta nuk na japin drita. Kjo në fakt tregon shumë më shumë për ata, po tregon edhe për ne. Për ne tregon sa të fuqishëm jemi, e për ata tregon sa frikë na kanë. Ndaj, me që thash që e ka marrë vesh gjithë kush për protestën tonë, fjallën duhet t'ja jap një vajzë që ka ardhur nga jashtë për të folur sot në këtë protestë. Përshëndetje! Përshëndetje fytyrës më të bukur të Shqipërisë! Fytyrës Shqipërisë re! Ky është qartësisht një moment historik. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët bëhen bashkë përtej afiliacioneve të vogla politike. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët dëshmojnë se Shqipëria është mbi gjithçka. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët tregojnë se nuk në përkëmbën dot nga askush. Sepse po shpaloset fytyra më dinjitoze e Shqipërisë. Është moment historik, miqtë e mi, sepse sot shënjojmë fundin e tranzicionit të tezgjatur. Sepse sot fytyra europiane e Shqipërisë është kjo protest jeni ju. Sepse sot Shqipërisë i dalim vetë për Zot. Të trasë bëjthire për çdo shqiptar që s'është ende këtu, na bashkohet për ditë këtu në bulevard, sepse është një përjetim që i takon kujtdo e do Shqipërinë vërtet. Në fund, unë ndesha t'ju thoja, detyroja që Zoti ta bekoj Shqipërinë, por bekimi i Shqipërisë është ndërkohë këtu. Bekimi i Shqipërisë është kjo protest. Bekimi i Shqipërisë jeni ju, faleminderit. Shqiptarët në fakt e kanë lënë Shqipërinë gjithë këto vite, rreth 1 milion thuhet prej 2015-ës, për t'ikur drejt vendeve të Bashkimit Evropian, për të ndërtuar të ardhmë me natyra atje. Ka 10 ditë që shqiptarët po i lënë vendet e Bashkimit Evropian për t'u kthyer këtu. A e dini pse? Sepse kjo është e njëjta arsye për cilën ata kanë ikur. Ata kanë ikur sepse nuk kanë pasur shpresë se këtu mund ta ndërtojnë jetën e tyre. Ndërsa tani ata janë kthyer sepse ju jeni shpresa e një Shqipërie të re!